sand and the sun on our skin. Do you wanna be my friend? Do you wanna be my friend? Talk on. Ajo. Pse qeshti? Se ishte të bërë. Beja shaka para se ta apsha videon, po flisja kockoti. Tash ne vajtëm mblodhëm lule shtrydhe, ikën maj tash nuk ham më shumë. Edhe tham po ikim, të mbledhim për herë të fundit, por ishte shumë keq situata. Ku jere, qa ke? Tu jam jo, dosha me qenë diçka që... Na ka sjell Vjera Pako nga Shqipëria. Nuk e me marrë një gjë shumë emocionante, po do e tregojmë pastaj. Se më ka futur. Ka fut pull të freskët bio. Vez. Vez. Është njeri me frigorifer që sjell deri këtu, se si e bën nuk e di, por nuk na intereson. Edhe tash do i kanë ta marrin Pako, nuk kam për djath dje. Ka dalë që shumë në sy nuk ha e tiç, por në shije është e zakonisht ka për. Me të drejtën ky është djathi i tretë që bëm dje, është ky. Shiheni? Në sy nuk ka dalë i bukur. Ai dhe i dyti. Ai pari dhe... Ku është i pari dhe i dyti? Tregoja. E ka ngrënandi të gjithë. Të gjithin e ngre. Të dytin ti e ngre. I pari doli më i mirë. Nuk e di, nuk pritej tamam si që prisja una. Nuk e marrë vesh. Mami më tha duhet edhe qumshi i freskën që të dalim më i shishëm. Por po jam marrë dorën, bëra dhe gjallë për tje, bëra kos, qa nuk kam bërë dje vetëm kam denjë në shtëpi dhe kam bërë kështu, bëra gjira me biciklet, ja 5-6 kilometra u lodha dje u këputo. Nuk kisha unë të djathin e parë. E ka halin kush ka nga djathin e parë, ti e ngre. Ti e ngre. E se boni djathin e parë. A i kështë dalë me i mirë. A i kështë dalë me i mirë dhe e hongri 75% të atit, e hongri vesh për provë, se si... Bravo, qofsha ty bravo. Mirë ta pera. 75% të atita ka hongër vesh për provë se si duhet jetë djati. Po atë 25% që ngre ti për provë, si ishte? Atë hongër bashkë. Si ishte një? Shumë i mirë, ishte vërtet. Djati pa që dalë 10 nga 10, për vërtet. Ndoshta- Se to tjetë shije mirë, po jo se ai pari. Po, sepse ai i pari ndenjti më shumë. Edhe se është nështë asaj që theti që... Po, që shumë që ishte i freskët, ishte dita parë që i kishim marrë. Edhe kështu dita jemi bërë, më vjen edhe pak për qeshur se ikim nga fshati, duam të vim të jetojmë qytet, nga qyteti duam të vim fshat, nuk na gjende ajo Terezia hiç. Por mua do të mundi më pëlqen si qytet se ke shumë gjëra që ofron ferma, periferi që ofron gati. Nëse do të bosh çdo qyteti Gjermanisë apo çdo qytet. Po të ofron shumë gjëra që ti Nëse do mund të bosh kesh diçka që kontakt do të me fshatin, dhe më kjo që jam më pëlqen, sa më pëlqen qyteti, po më pëlqen edhe fshati, pëlqen të dyja shumë. Kosi po na shijo shumë, sa për kemi fillu të bolla kos. Nuk se kam qef kostin. Unë haj. Ky ka shef. Po. Kemi bërë kos, kemi bërë 4 litra Po kos. bëm tani herën e parë. Po. E po vazhdimisht edhe ja vlen me bë kosit, pak të mos me e bledhe, pse mos me e bë, se kosi është më i lehtë se ka gjithë. Po. Edhe Shumë. unë nesër me dash me e bëj. Ti boq. Sa gradu e tjetë? 30. Unë nuk llojsha me gradu, unë kam mësuar Shqipëri që me gishtin e vogël, nëse nuk djeg, që të kosi do ta ajo, vetë gishtin e vogël, dorës, nëse nuk djeg, ashtu e kam mësuar, nuk e di. Edhe pastaj si bëhet përzierja? Ta lë qumshe me një gotë, jo udh kosi përzi bashk, Pastaj le arrojmë aty të... pastaj e përzi bashk, E ja udh aty, mbështjellim. e mulon, nesër mëngjes. Shumë njerëz nuk e mbështjellin, e lanë direkt këtu, pa mbështjell. Ku je? Mami jote mbështjellte? Po. Si bebe. Po pra ja, si që me Po, edhe ne mbështjellin. Ne mbështjellin dhe lëm gjithë natën. Po. Shumë njerëz më thanë që futen në furrë, lere furrën me 10 gradë dhe la për 4 orë dhe bëhet. Njëta besoj po tamam, nuk nuk është kështu do të bëhet. Se njëta situatë është Nuk kështu e që di. ti pa ngrohtë edhe. Ne mbështjellim si bebe, lëm aty dhe hajmë kos. Po. Kaq bëjmë neve. Ishe thy 15 në copë. Çfarë thua, më shumë? Po pse? Fizikisht e skuqja 2-3-4, një 2-3 majti. Ja po një pastiqe? Nuk vin vezët nga Shqipëria njerëz. Çfarë je bere ashtu?
Jam këto parat janë thyë, por. Ishin thynja 10 kokra vezë. Nuk vinë kam vezët. Kjo është një Këto janë copë. nga i ftoti. Po, dhe tha dhe mami. Ashtu tha dhe mami. Sa mi që me aty është hiq. Djathë që është kryer. Ndru. Pas ka kaluar luftë. Tregoj pra që ka si më. Gjatë ka shkavall është. I shkryer, vezë të thyme. Tregoj, hajde, okej. Hajde. Tregoj të që ka si më mirë. Vazhdo. Ndru. Gjiz, sa në kohët guja, po për t'i hongër. Pse që ngrirë? Edhe një pul. Kjo që nga e mirë. Do ta bëj tash direkt me oriz. Jo, bëj pastiqe për vezët. Pula është ngrija, fute ngrija dhe bëjnë nesër. Këto e gjë që asë janë mami. Hajde grua kohë tani si janë ngrime, shkrime. Hajde. Grua bën një punë që ja bën mësë mirë më. Ta në kohët. Se si kanë ardhë gjonë. Por, jo me se po them që këto janë gjëra që mesin. Nuk po thu. Në 3-4. Nisa në kohë. Shumë faleminderit vjerës, ju shtofshin. Vjerës i shtojnë, s'ka nevojë të thushtë. Por, ne nuk kemi makarona për pastiqe. S'kemi as djath për pastiqe. Që jemi ne. Facereta s'kemë, mos morë. Mirë që jemi ne, thot, po ne nuk ishim të përgatitur për pastiqe. Njona zihen duket. Asnjë nuk zihet, kanë qenë po shumë mirë. Sa era pult jam, dhe s'ke për ta ngem pulën asnjëherë më botë. Gjithmonë preferoj të shtoj vetëm një vezë që mos të mbaj në erë. Miq kemi ndyrën që larguam nga skusha e pulës. Kjo të dashumiq ka tepër The two different bodies. Begin your look size. Do skuqi për një minutë. Një pjesë të pulës është goxha e madhe, është diku te 1,8 kg. Një 3-4 thela, thash po bëj rosnica ose zok me thërrime i themin e, kesh pul me thërrime. Më duket se ishte kaposh, nuk e di, nuk pyeta me thënë të drejtën. Edhe duke qenë se po bëj një recetë karakteristike të jugut, më kujtua, po shikoja më saktë edhe lajmet për Florën, për nartëm. Flora është një nga vendet e preferuara të mia sepse çdo vit kam kalu pushimet atje me mamën dhe Marian. Edhe po na bëhet një të gjithë neve si popull në Shqipëri, po na bëhet një padrejtësi. Por mendoj se problemi më i madh jemi neve, ne si individ. Se ne kërkojmë që dikush tjetër të flasi, po shikoja lajmet që thonë pse nuk reagojnë këto, pse nuk reagojnë kjo. Media është e padiskutueshme që duhet të reagojë. Media për mendimin tim në Shqipëri nuk funksionon asnjë kanal i medias siç duhet. Më shumë revoltohen për firma VIP, Big Brother, gjëra koti, se sa për çështje tamam serioze revoltohen, por individët, VIP-at, ne nuk mund të presim gjithmonë nga njerëzit e tjerë që ta rregullojnë situatën. Duhet jetë çdo person, çdo qytetar që ka Shqipëria duhet të ngrejë serin dhe duhet të kërkojë të drejtën e tij. Dhe nuk mund të lejoj një kryeministër siç është Joni të bëj statuse qesharake për mendimin tim online, të thot projekte të jashtëzakonshme po vinë, ose nuk e di shteti se çfarë do bëhet, po çfarë diti, për të bërë një dritare, për të rregulluar një kopësht, për të bërë një garth, për të bërë një banjo në shtëpitate, ti duhet vesh marrësh lejen bashki dhe bashkia duhet ta di projektin e lejes, ti nuk e dinke për një vi projektare, për një lagunë se është laguna e Nartës se çfarë do bëhet. Po nuk e din. Po mirë të na bëhet, shumë mirë të na bëhet si popull, kur lejojmë që të kemi në pushtet njerëz të tillë, kur vendosim mos të ndryshojmë asgjë në vendin tonë, edhe pas 30 vjetësh demokraci vazhdojmë po me të njëjtat ideologji, po me të njëjtat ide, po me të njëjtat, se problemi më i madh nuk nis këtu. Problemi më i madh nis që ne nuk kemi status nënpunësi. Secili nga njerëzit ndërrojnë partitë, duan të ndërrojnë punët. Ne nuk luftojmë për të drejta, asnjëri nuk lufton për ideale, të gjithë luftojnë për një vend pune. Luftojnë
Po të isha unë në pushtet, kush e di sa do kisha vjedhur. E mos e bodhja i në pushtet, edhe unë të isha ashtu do vithja. Prandaj njerëz, këto janë pasojat e veprimeve tona, janë pasojat e ideologjive dhe mentalitetit tonë, mendoj unë. Ky është problemi më i madh. Kjo është gjëja më e madhe dhe gjëja më e keqe që e ka pushtuar Shqipërinë. Edhe personat që janë idealist, u mbytën nga sistemi, u mbytën nga çdo gjë dhe ikën. Dhe ngeli një vend pa persona që kanë ideale, është një vend i humbur për mendimin tim. Më vjen shumë keq. Unë jam një nga ata persona që e kam praktikisur Shqipërinë. Ne jam idealiste, nëse jam unë nuk e di, por unë jam në një shtet të huaj, punoj, investoj, pagoj taksa, kontriboj në këtë shtet të huaj, që mua nuk ka dhënë asnjë gjë të më formoj si shtet, deri në 27 vjeç, 28 vjeç që kam ardhur këtu, ky shtet që Gjermania s'ka dhënë asnjë gjë që të më rrisi, nuk ka kontribuar asnjë gjë, dhe si puna ime shumë mjek dhe infermier, edhe sot po merr frytet e investimeve që ka bërë shteti, le të themi, se kam bërë prindrit tanë investime, se shteti s'ka dash kurrë t'ia ditë për investimet tona. Po një shtet që po ikën rinia, që po shkatërron lumenjt, po e shet Shqipërinë copa, dhe asnjëri nuk po bën asnjë gjë, se nuk janë 150 veta që dalin atje bëjnë protestë, se aty u udhim se tokë atyre, edhe 100 njerëz të tjerë të thonë, po se kështu e ka, se do harrohet, kështu se kështu, 1 milion njerëz të tjerë. Prandaj nuk di çfarë t'ju them. Unë mendoj se çudia më e madhe 4 ditë zjat, pastaj harrohet. Kështu mendoj unë. Çudia më e madhe maksimumi do zjasë një javë dhe do harrohet si shumë gjëra të tjera. Mua më çan shpirti, mua më çan zemra, se dua që nesër të kthehem, dua që nesër të kenë mundësi fëmijët e mi të shohin vendlindjen, të shohin adheun e tyre, të shohin çdo gjë. Siç ikin gjithë njerëzit nëpër botë dhe e kanë të sigurt kthimin në shtëpi dhe unë dua që të kem një shtëpi të sigurt për t'u kthyer. Dhe më duket se kështu që zhduken gjërat as ajo nuk është më e sigurt. Po i del llogaria. You can't make me. I'm Not much writing love songs. Hell, I never even tried. With 1,000 things gone wrong, here's one thing that is right. I run back to you, and you come back to me again. Wildfires burning. Sot që nga një ditë jashtëzakonisht shumë e bukur, do marr biçikletën dhe do bëj një xhiro, po do rri pak këtu në balkon. Po bie pak dielli keq se përtoj të hap këtë çadrën dhe s'dua ta hap për pak diell, tash ora 7:30 mëngjesit. Dielli është i lehtë. Mbolla dhe këto lulet që kisha marrë, kisha lënë gjithë natën që të ambientoheshin pak dhe tash në mëngjesin mbolla. Hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. Dola jashtë erdha super zakushi, nuk e di pse në Gjermani ka qenë shumë zakushi. Nuk është ajo era e freskët, si gjithmonë, po ka qenë një lloj vape, po nuk e di. Është fiksja e omemja, 40 gradë në shtëpi nuk e ndjej në Shqipëri këtu, e ti kishun e ndjej 40 gradë që edhe në Shqipëri edhe këtu vapën nuk e dua në përgjithësi. Por dola në qendër se duhet merreja 2 gjëra, që asnjë gjë nuk kishte, por nuk e lash pa të. Leva një bluzet e Zara, po e tregoj. Mos para ikit e Zara, nuk e di pse. Është shumë rëmuj këtu tek unë. Është shumë i madh, shumë rëmuj, shumë rroba për tokë, shumë gjëra kështu, edhe për to të ikit të merrem atje, por gjithsesi gjeta këtë bluzën që ka një gati 40% flesh, edhe po e kërkoja një tip pulovre të tillë që të jetë holl kështu për mbasditet që është freskët. Edhe ja kam blerë një për pantallonat e Hëmoja që gjithashtu erdhën, që do shkojnë me këtë perfekt, do a tregoj tash se erdhi pakua.
Se kishte një skontro për mëja para ka vitesh, edhe unë nuk e lashtë për rastin. Motra donte këtë, batanien si imja, sa shumë a bukur, edhe unë mora një për 3 lekëshe. Që kur mbolla ato lullet jashtë, që i pak në mëngjes, ma shmush shpia për me blet. Ajo, li pandoja sa paska disa tjenë. Njëm pas ka hurë brenda, do vin lek begati, thonë. Këto janë pantalonat, si mund të shikoni janë lino, dhe janë totalisht shumë të dukshme, por eshe zezë edhe nuk duket asnjë gjë me trupin. Me një palë boxerat të zeza poshtë edhe do duken perfekt. I ka marrë bermuda shorts, sepse ta që dua t'i jap bicikletës goxha shumë, të shkurtrat fare, më dalin keq këtej poshtë kur i jap bicikletës, më duket suma krejt që kështu. Një palë bermuda shorts janë gjithmonë perfekte. Edhe po kuptoj që me moshën po plakem. Vajta të Pull&Bear, isha të Stradivariusi, isha edhe tek Bershka. Më duk si kur kisha hyrë me në një dyqan adoleshentësh, edhe thash, si kam bërë unë shopping këtu para një 5-6 vjetësh, që kam parë unë këtu? Që gjë më duke si për fëmijë, me shumë rrezhde, me shumë gjëra, jam plakur. Edhe s'po më pëlqen hiç që jam plakur, por kështu që ka mosha. Të lutem Bumblebee them si bredh ti kësaj kresës madhe unë, të lutem dil për jashta, se më pickoj kur isha në Shqipëri, më pickoj kur isha në Poliçan, ka picku mu tek ishte i vogël i kembës, sa më ka dhembur në shpirt më ka dhembur. Po ik marrë sa ndesh dera. Kam bledhur edhe lule unë kudo që iki në përshkurre në për këshu. Pse janë bledhur Bumblebee, shime ti kam për shpizikosh me lule. Këto piomis, akoma s'po hapen, por të bëhen shumë të bukura. Këto i mblodha kur dola me biciklet. Nuk e t'ja lejohet të mbledhesh lule, më sa dim jo, por unë e kam shkelur ligjin. Të më bina i qopë, më ta shofu shkelin e ligjit. Tu e kisha imagjinuar si veshje. Këto janë lino edhe sa të zbuten pak të lanja 2-3 herë do rrinë kështu pak si karton se linoja e ka këtë veti. Edhe kjo bluzja, kështu, shifeni me një karantier të parit poshtë me jak V, mund ta baj edhe pak kështu, në qoftë se do dua pak të më duket supja të iden, me një karantier me rjetë do shkonte shumë, dhe më pëlqen goxha shumë. Kishte më ofertë këto, edhe këto më ofertë i mora, e që veshja vajtë 20 euro, jo, 38 euro. Perfekte, hajre mendoj. Ndaj se më shkon. Kur shu bë kaj shumë e bukur t'i bëj drekën burrit, se si thot ajo teta të intervista, të ta presim burrin bukur, jo me pijama, por, se për që ka priteni si të doni. Por, do bëjmë sot oktapod, që e mora te Lidli, më pëlqen kjo oktapod i këtyre, do të thënë, ai që kam provu vjetë, si vjetë nuk e kam provu, edhe karkaleca. Me që ti e burrës në hengrit dark, se nuk i pëlqeu pula me roshnica, ti bëj gjërat që ai do. Kam edhe ca patate fshati, ferme, do të thënë të mira, shumë. Edhe ato do t'i qëroj, edhe do të bëj një salat me patate, me oktapod sipër, me një salat me karkaleca, qysh ka qef ai këto gjërat shumë. Fue en otra vida, otro lugar. Nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores. A mí me enseñaron buenos valores. Vulnerable andaba buscando raíces. Lo que encontré fueron heridas, cicatrices. Creer en ti fue un gran error. Me endulzaste con tu teatro traidor. Ahora soy dueña de mis amores. No voy a perder la vida entera en tus terrenos. Ky është ai momenti që thot Andi që ma ka hipur mua bicikleta dhe jo unë asaj. Se tallet Andi, se ka një moment që unë e marrë në dorë. Ka një moment që se me zi dukem, ka shumë momente që le, do thënë, nuk ju përne e si ke bicikleta pa e mangë shumë për dorë. Ka shumicën, jo shumicën.
Sot nuk e kam majtë për dore, po shumicën e rrugëve gjithmonë e marrë dore. Si, unë kam ardhur nga shtëpia ime te rruga Kull me bicikletë që është goxha larg, është një 8 kilometra. Po më shumë. Më shumë. Ja. Imagjinoni, dhe jam veç vetë cool, si për të bën cool. Me bicikletën time të bukur, kam marrë edhe çantën, edhe kam dalë për date me burrin. Do dalë në timi i gjotë dhe do kthehemi. Po lokalet që kanë mbyllur, shi sa bukur. Është hapur ai lokali që ishim herë në fundi. Ai fundi aty ju. Do të marrim diçka të shohim çfarë bëjmë. Eran tus temores, hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía. Mientras pensaba. Po njerëz tash të vdisha. Tregoj çik handi që kam bërë unë sot. Po sot ka bo masakër. Kajt mbi 8% rrugës me bicikletë. Bravo qoftë, vërtet. Shkum deri ke rruga Kull. Se ju nuk e kuptoni. Rruga Kull është si me qenë Tiranë qendër. Po qenë Tiranës deri te shtëpia jote, te komuna Parisit. Jo, pak më shumë. Jo. Më shumë është mu. Në qendra komunë Parisit. Disa kilometra është. Sa kilometra? Vëlla gjë. Kemi bë diku te 10 kilometra vajtja ardhje. Po goxha kena po me thënë drejtë. Jam lodhur, sepse në ikje rruga ishte shumë okay, ishte shumë cool, sepse ishte ta të pjeme. Është 4 kilometra me shku. E 4. Jo. 4.3 me shku edhe 8. 9 kilometra, edhe rash prapë rrugës. Prapë, kam, bie me byqë. 45. Po para 10 kilometra. Po, në 10 kilometra kemi bojë gjithsej sot. Shku dhe Por rash kur erdha se më kapi rrota e bicikletës në trotuar. Ishte një trotuar i vogël edhe... Edhe rash, po bie me byç, të paktën këtej byçën kur bie. Për zotin ashtu e kthej. Se e di që byça nuk do më dhembi, të tjera do më dhembi. Shumë se këtej vritë. Po, se më gryen ato, më gricin, sa vite kam pa i gricur paren edhe pa i kështu djegur qujnë. Edhe pse na kemët janë për njolla, ne që më kap ajo e bicikletës, qa e quhet e pedalja. Më kap ajo edhe, se dita është mirë. Edhe sot kam... Sot mirë ka shku çdo. Sot kam hecur në rrugë, do më thënë makinat këtu, unë këtu, edhe ka qenë shumë bukur. Mendoj se bicikletë... Shara 9.25. Ne kemi dalë në orën 7. Më pëlqen bicikleta, më pëlqen shumë edhe i them Andit, po ju njerëzit që e dini bicikletën, pse dini me makinë, i them. S'ka kënaqësi më të madhe, bën sport, del, kënaqesh, jam për uj, ndjerës. Sepse bicikleta ime është më e keqe se bicikleta Andit. 35 euro bicikletë. Nuk ka marsh. Ajo ka marsh, e tregon një është 2 shtresh aty, po Andi më thot që ato janë marsh e koti. Jo kote, po nuk e keme pjatat, nuk e keme marshe. Dikush e shef bicikletën e kupton që s'është për marshe. Nuk marrë vesh aq shumë, unë marrë vesh vetëm jepi dhe Andi që del para. Ka makinare! Jo, e mirë! Prit, t'ja tas moj! Majtë! Guida ime. Jam shumë e fat që e kam këtë burë. E kam dashuri. Më kam mësu makinën, mësu bicikletën. Çdo budallik dhe çdo pasion që ma thot mu truri im, budalliku im, ky më thot mu po shpirt të beje, po shpirt, ja fut... Ja thot jo po me ty, ja pasaj e thot po. Ja fut na njerëz ben s'ka s'dis ben, por s'ka gjë, jam unë aty dhe i them, qatere, ajde, e keni parazysh ato memet kur i thot ajo, you are going to do it, and you are going to do it like with a smile, edhe do ta bësh, edhe ta bësh edhe me një buzëqeshje, dëgjove? Duke buzëqeshje. E po, edhe foto, dhe të tëra budalliqet që më shpik mu mendja dhe i besh ti. Sa me fat që jam, edhe, sinqerisht jam me shumë fat. Sepse me vërtet më dëgjom për budalliqet që kam në plan, haj po të qik. Po ti e drit, mi e për dhe 100 euro që i këtë portofolin mirë. Që e drit. Edhe mos të kesh ankesa, se të mendosh thell,
ke 13 vjet me mua, ti më ke eduku, më ke marrë 18 vjeç, tash jam 31 vjeç. E ti kishe ti... Më kureza e S'po s'bërma. Pa e ti kishe edhe ti si ishe më i madh kur të mora. 19 ishe. Ta ma më vërzo. Edhe nuk e imagjinoj do t'jetën pa Andin. Jo me iden që nuk ja dal dot vet. Jo më gruaja del, bobja del. Jo me iden që nuk ja dal dot vet, por e dua, edhe e dua shumë që t'jetë pjesë e jetës time. Po bërë mos na praktikë tash si të mua vetëm bicikletë. Po për të më dashur Andin nuk më duhesh. Normal. Mësove të gjitha. Jo, jam me këtë idenë që në qoftë se e do një person e do, por nuk kam asnjë, do të thënë, Jo me lejtë për diçka tjetër. po për diçka tjetër, po për çdo gjë tjetër mund t'ja dal vetëm edhe Andi nuk e dia mund t'i Andi s'ja del për mua. Vetëm gruaja. Ti nuk ja del pa mua. Normal. Ja del atë ti. Si do ashtë. Kush do të bëj të gurme? Si do t'i gjesh ti venet e çuditshme. Si do përfundosh ti në situata të sikletshme dhe të çuditshme? Më trego. 2 vjet që dete në Gjermani Kush ta- vetëm. Kush do ta nxit ty në mëngjes? Ço. Po kush Ço, do s'do dalë me bicikletë. kush të nxit ty në darkë të thoj, është Piert, kam pa një ofertë, unë doj kanadian. Ka qenë një periudhë kohë. Ora 11 është trishme të qumë atë dy. Faktikisht do thoj Ando asnjë. të marrësh gjatë i ka meja, se kanë për skon. Tash i kam hequr qafe. I ka zgjedhja 20 euro 30 euro vet. A 40 edhe do të marrë atë transportin pa lek. Po se duhet bën 40 euro. Edhe ti marr një gjek ti A kohë. do ta marrë një kanatiere ty. Se e shumë keq në kanatiere. Vetëm një tëk, po një fije. Më bati e stoti. Ah, Por u kënaqëm, Por, sinqerisht u kënaqëm edhe pse sikëm me një kafe të pinim, se ishin mbyllur. Jo, më vërtet bicicleta na ka pavarësisht se do doja unë që të kishim pak më shumë rrugë me bicikletë, siç është këtu mrapa nesh. Po, rrugë vetëm biciklete. Po, vetëm me bicikletë. Ajo është shumë e bukur, është shumë e bukur dhe Sepse është me- ka me- ku vërdall, po normalisht duhet dalësh pak në rrugë dhe pastaj të shkosh. Sepse është me Po këtë bimësi. kemi shumë afër dhe kemi shumë mirë. Po që kjo shko drejt te Fynikzeja, del edhe diku këtu afër. Shko edhe në Kërnë poshtë. Janë lagje që këtu afër lagjes tonë. Do më thënë këto janë rrugë vetëm për bicikleta dhe këmbësor dhe për asnjë gjë tjetër. Po, dhe janë shumë të rahatshme për me ec. Kurse rrugat që ishin sot ishin dhe për makinat, edhe për bicikletat të tjera, dhe për të gjithë të tjerët që nuk isha unë dhe Andi në Edhe rrugë. që thonë, të herë ka makinë pse s'të regoti. Thotë sigur ne ishin duke i hes ke shtëpia dhe Bëjmë edhe një pazar të vogël, morëm disa qershi, një shalqi. një shalqi, argjuam një 15 euro kod me indalezhu. Aty doja të hyja unë qërash. 15 euro. Aty doja të hyja unë qërash. Edhe pijet 17-18 euro. 3 euro bëm pyet 18 euro. Po do kishim bajt në një kafe, do kishim marrë 10 euro. Pak në këto do t'i. Kafe do ta pish me grupo. Po ja, e kafeja, një do pija një Nuk fat. është llogari kjo. Llogaria në shkjo, unë nuk knaqja, nuk argjohem naftë. Nuk kemi argjuar as lek për parkim. Për naftë në kur, se ma me ta kena llogarit në jetë, edhe pse në më nishtë llogarit, po nëse kur se kemi llogarit. Ne mendojmë se e mbushim me ujë Po. makinën. Kështu ka qenë. Ama ja ka lumë shumë mirë mas dite. Shifeni si më janë bë duart. Nuk duken shumë, po më janë bë flakna e që e kam frikë dhe e shtrëngoj shumë pare. Nuk e keni idenë sa shumë e shtrëngoj. Ti nuk i bensh, si më janë bë mua, si më janë kushur, këtej më janë vrarë. A e naj që e kam shumë frikë. Dhe të jetë superstar. Ta mësoj një me këtë. Normal, aman. Ta mësoj një me këtë pastaj, se nuk e shkifja të arsyeshme të bleja një bicikletë 200-300 euro, kur nuk e dija fare sa do e përdorja, se më vjen keq. Pastaj merr edhe një ditë pak më të mirë që të lecoj pak se të lodh shumë vërtet malore kjo herë, se kur është kështu. Malore po. Mos po pres të iki në Nic, të marr bicikleta atje me qera, se merreshin me qera, në ato me hap, me bol. Na, atë se bën kurrë atë. Pse? Unë pandaj po mësoj. Ne të dy zime atje. Unë s'di rrugët vet atje. Të vit mësoj dhe rrugët e Nicës ty. Jo. Po jore se është vetëm bus breakdate-it me bëxhiro kod bus date-it. Jo ti ke është ti kur diku. nisesh ke i çik kështu. Dridhet pak te moni. Ja nisi, ikëm një. Pasha ka kur nuk e marr në Nicë. Nuk ka Po shumë. pandaj po stërvitem, kam një muj kohë. Ishte vito për me mësu, po Nicë, ty, unë është unë dhe vetë,
Kujdesesh situata. I do e marr unë, do e marr, pandaj po stërvite, sepse unë jam me Andi dhe Andi do merret me këtë punë. Po. Hajde. Pushime të nizës, ne do t'i kalojmë 20 gradë me bicikletë. Jo, Unë instruktore. jo, të bie me kapë. T'i kalojmë në spitale aty, mos më bu. Shumë se kja të kojmë. Po sa kam më bati. Se të thash më thoj Samir bicikletës së rash 100 metra para shtëpisë. Bravo, është shumë mirë, vazhdo. Mos më thoj ashtu. Se më sa po jep keq. Po pse s'më bëjë? Po jo, sa shumë më merr me zysh. 100 metra pa ardhur në shtëpi rash. Puf, në fund fare. Edhe të më vetues, do të më futje peni pa lajmëru. Pa lajmëru do e. I kom njerëz. Paqim.